Në qoftë se qeveria do kish vullnet politik për procesin e integrimit, do ta kish treguar këtë vullnet 10 vite më parë, do ta kish treguar në çdo vendimarrje, do ta kish treguar tek hapësira që i jep opozitës në kuvend, do ta kish treguar tek zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese, tek ligjet me porosi të cilët kanë shkuar në 20, do ta kish treguar tek shkelja e marrëveshjes të stabilizim asocimit, ku sot pjesa më e madhe e kontratave shkelin nenin 71 të kësaj marrëveshje dhe bëhen pa konkurrencë, bëhen pa garë. Do ta kish treguar në çdo moment, kishte koboll 12 vite për të treguar a ishte prioritet integrimi apo jo, për të treguar se sot shqiptarët e meritonin me kokën lart të shkonin në Evropë. Ndërkohë që për 12 vite dështuan, për 12 vite e sollën Shqipërinë në këtë situatë, sot krekosen se po hapen grup kapitujt, si rezultati një faktori gjeopolitik, nuk është e rëndësishme sa kapituj hap. Nuk është e rëndësishme fare se sa shpejt i kryen këto në 1 muaj, në 5 muaj, në 6 muaj. E rëndësishme sot është që t'i mbyllësh këto grup kapituj, që të respektosh të gjitha parimet e grup kapitullit parë, duke nisur nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme, tek institucionet demokratike, tek prokurimi publik, te lufta ndaj korrupsionit, tek respektimi të drejtës së pronës. Kjo është e rëndësishme sot, të tregosh vullnet politik që ti standardet e Bashkimit Evropian, normat e Bashkimit Evropian i respekton çdo ditë, edhe kur i ka syt mbyllur Europa, edhe kur i ka syt hapur.